Edhe për ta arsye këta kalkulojnë, tankon kalkulojnë, që mi ra aty në ma mirë. Hiç se kanë gale që ikë elektorat. Kjo është fakt. Por, prapë duhet më rikthy. Koalicioni i vitit 2002 ka qenë kompromis që presidenti Rugova e ka bë për mi dhonë mundësi ndërtimit institucione mas mu bloku krijimi, vendosja themeleve të shtetit Kosovës. Në 2007, fatmirësi Diu e bën koalicioni sepse dije që ka mu shpall pavarësia. Edhe e ka bë kompromis, nuk e ka bë pse ka dosh. Kjo është arsyeja pse bëheshin do eksperimente, hajt po dalim aty te ajo kafja poshtë PDK-s dhe hajt ta prishim koalicionin. Ta shkojmë të kujtohen ato gjëra. Një komunikat për prishim koalicionin. Edhe gjëra të tilla, do një farë presioni mbi fatmirësi Diun që nuk nalej kurrë në atë kohë, sepse ka qenë panatyrshme. Edhe tash, në 2005, kjo është arsyeja pse u kriju Vllani, sepse elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha na me këta mo jo. Okej. Edhe Isa Mustafa e tradhtoi këtë besim. Aty ka fillu ajo te porgja më. Unë e kuptoj pse ai e ka bë, sepse s'ka pas ndjeshmëri për këtë historinë dhe plagët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë e di që njerëzit na shikojnë, edhe unë e them këto me plot gojë. Zotëria nuk ka ndjeshmëri për plagët edhe dhimbjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mu pastaj më ngel hatri edhe për shembull të deputetja Dorontina Maloku. Dorontina është e bija e Enver Maloku. Ajo nuk guxon me hesht përballë disa gjonave. Nuk guxon. Në fakt, tre njerëz për cilët unë kam më shumë të respekt brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë pikërisht Dorontina, Armendi edhe Besjani. Po. Cilët, nëse do ta merrnin këtë tupanin e polarizimit, do të ishin padyshim çdo herë më të votuarit. Nuk është çështja Por vetëm në një kulturë të jashtëzakonshme, nuk është polarizim kjo. Angazhohen si deputet e nuk merren me nuk është kjo polarizim, nëse ti e mbron atë polarizim më të madh se sa kraj luftës, kraj paqes pas luftës Albatros. Nuk ka pas asnjë polarizim më të madh këtë shoqëni. Nuk është kjo polarizim. Polarizimi ekstrem ka qenë pas lufte. Ajo energjia ati polarizimi ekstrem pas lufte, 99-2000, është bartë. Dhe janë kriju këto bloqe. Nuk i kam kriju une. Edhe tash, kjo është një gjë që kam e zgjatë dhe për 50 vite të ashme. Tash, unë më jazo për të madhe Dorontinës që hesht, jo tash me dalë edhe me folje me akuzu, se s'pe baj asun. Ja, unë kam e folje askush. Por, nuk e baj asun. Edhe kuptoj dhe e ja respektoj pse nuk e ban. Por, mbrana strukturat partijës duhet Mirat Avolinës. Do një zotni ku e të shkuti me këta men. Armen Zemaj duhet Mirat Avolinës mbrana strukturat partijës ku e të shkuti me këta men. Edhe Besjan Mustafa duhet Mirat Avolinës ku e të shkuti me këta men. Edhe Gani Geci duhet Mirat Avolinës që i bjen për këtë punë që ku e të shku ju me këta men. Këto janë gjona reale dhe për 50 vite të arshme. Tash nuk po thamë unë tash dile dhe po përplasemi, po kjo është identiteti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shumë mirë që janë të i kalu ato muhabete, shumë mirë që kanë hecë për para, por kjo është realiteti. Sikur që është realiteti, që unë e kuptoj që Besjani, për shembull, ka disa rezerva dhe ndaj disa njerëzve që janë lidhen LVV. E kuptoj fort mirë. Është reale ajo punë. Është reale. Por kjo është një motivim më tepër sa ti i ka në zemër në disa njerëz të caktuar. Kjo është një motivim më tepër që me luftu që atë bajrakun e asaj rezistencës kundër asaj që përfaqëson PDK-ja me marrë LDK-ja, jo me jalon LVV-s. Këta njerëz heshtin, ta komplet heshtin. Nuk ban me hesht, nuk bëhet kompromis me këto muhabete, tani me dalë ti kërkon votën pe njerëzve. Jo se s'ka japi njerëzit votën. Nuk bëhet kjo nëse ti e harron Smalajdarin. Nuk bëhet kjo nëse ti e lëshon aty një komunikat për Enver Malokun edhe me thu jo ande, çat din ai zotnia pse është vrarë Enver Maloku? Çat din ai zotnia pse është vrarë Xhemal Mustafa? S'ka ndjeshmëri për atë muhabet, nuk ka ndjeshmëri për atë muhabet. Edhe tash këto janë gjona esenciale për atë elektorat. E tash përderisa ti nuk vizaton vijat kuqa brenda strukturës, dhe thu zotëri që kjo ka uzë në takon neve dhe jo dikuj tjetër, s'kiti që shdele dhe e merë votën të elektorati. Një pyetje, nëse nesër ta zëm për Pajim Rama është kryetari i ri i LDK-s. Po aludojmë, nuk po parashikojmë. Po e marrim se nuk dua të ndërhyjmë këtë garën mes Abdullahotit e
Lumir Abdixhikut. Abdullah Hoti është produkt i Isa Mustafës, nuk menoj që ndryshon ai sen. Ai kretë problemet e botës i ka